Dashi. Një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Nëse je në një marrëdhënie, mund të kalosh momente shumë të bukura me partnerin. Demi. Stabiliteti emocional është i fortë dhe mund të ndihesh më i qetë në marrëdhënie. Një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjen. Binjakët. Humori dhe flirtet janë agjër. Mund të takosh njerëz interesant që të bëjnë të ndihesh mirë. Mos i refuzo mundësitë e reja. Gaforja. Familja dhe njerëzit e dashur janë në qendër të vëmendjes. Mund të kalosh momente të bukura me ta, por kujdesu për shëndetin. Luani. Një surprizë nga partneri ose nga një person që të pëlqen mund të gëzojë. Virgjëresha. Kujdes me keqkuptimet e vogla në marrëdhënie. Një bisedë e qetë mund të zgjidhë gjithçka. Peshorja. Harmonia dhe momentet romantike janë në rritje. Mund të ndihesh shumë mirë në shoqërinë e njerëzve që do. Akrepi. Ndjenja të thella dhe emocione të forta mund të shfaqen sot. Mund të bësh një bisedë shumë të rëndësishme. Shigjetari. Një plan spontan ose një aventurë e vogël mund të bëjë shumë mirë. Britsjapi. Mendo për plane më serioze në jetën personale dhe për të ardhmen. Ujori. Një surprizë romantike mund të gjejë papritur. Peshqit. Emocionet dhe ndjeshmëria janë shumë të forta. Mund të ndihesh shumë i lidhur me dikë.